Lamine Yamal në qendër të polemikave. Është ky djalë pra që ka ndezur, po them, diskutime të shumta para dhe pas ndeshjes, para dhe pas El Clasicos që përfundoi me fitoren e Realit Madridit. Është pikërisht ky djalë i cili ka folur në mënyrë përçmuese, ironike etj. Për një skuadër gjigande siç është Reali i Madridit. Tani ta marrim nga fillimi. Lamine Yamal është absolutisht një nga talentet më të mëdha të gjeneratës së tij, por një gjë është thjesht talent dhe një gjë është thjesht profesionist. Profesionist të bën dhe karakteri, pra profesionist, për të jesh profesionist duhet të jesh pak më i kompletuar se sa thjesht i talentuar për një sport. Tani, në fakt ky djalë i dha botës futbollit këtë ditë një leksion të jashtëzakonshëm. Jo vetëm botës futbollit, po edhe fëmijëve që duan të merren me futboll, që e kanë pasion futbollin, që e shohin si mënyrë jetese, pra gjeneratës vet i dha një leksion fantastik. Dhe jo vetëm këtyre, por në të gjitha fushat mund ta shtrim. Pra edhe në art, edhe në politik, edhe në shkencë, edhe gjithkund. Pra është i njëjti leksion për të gjithë. Pra ky tha se si është mënyra, pra ky tregoi se si është mënyra më e keqe, më e poshtër, më nihiliste, më e ndyrë për të bërë karrierë. Karriera nuk bëhet në këtë formë. Karriera nuk bëhet duke përçmuar kundërshtarin. Karriera nuk bëhet duke i dhënë gojës nëpër media dhe duke mos bërë asgjë në fushë, duke mos bërë asgjë në skenë, duke mos bërë asgjë në politik. Është e njëjta gjë. Pra gojës mund të japësh sa dush ti, por ajo që vlen është ajo që ti tregon në fushë, në skenë, në politik, në shkencë, në gjithandej. Dhe kjo është leksioni i madh që i dha. Pra, i tha gjithëve që nëse ju doni të ecni përpara, të bëheni profesionist, mos bëni si unë, tha. Mos bëni nihilistin. Imagjino, desha konkretisht po t'i kthehem kësaj çështje, është që Lamine Yamal për fat mban një fanell të shenjtë për Barcelonën, që është numri 10. Dhe atë ka mbajtur një nga lojtarët më të mëdhenj të gjitha kohërave, që është Leo Messi, i cili nuk foli kurrë për asnjë skuadër, aq më tepër për Realin e Madridit përpara një ndeshje. Kurrë nuk i dha gojës. Kështu që unë shpresoj që gjithë brezi i ri ta ketë marrë këtë leksion, ta ketë fituar këtë përvojë, këtë shembull, për të parë se si është rruga më e shtremët për të bërë futbollist. Jo, duhet gjenë rrugën e kundërt. Pra, futbolli luhet me mendje, me zemër dhe me këmbë. Futbolli nuk luhet duke i dhënë gojës nëpër media, sepse ti jep gojës, i fut vetes një stres, një presion të pamerituar. Shko më vlla luaj futboll atje, shko më vlla bëj shkencë, shko më vlla hyp në skenë atje trego veten, s'ke pse flet. Kështu që unë shpresoj që të gjithë ata që aspirojnë pra edhe një herë për të bërë futbollist, ta kenë parë sjelljen e tij dhe shpresoj që të mos ta ndjekin në këtë drejtim, por ta ndjekin si talent. Kaq.